Zonja dhe zotri, mirë se erdhët në Top Talk Economy. Sot do të flasim për çmimet e referencës sa i takon për herë të parë fshatrave. Dhe duket se sigurisht që kjo do të ngjallë edhe një diskutim sa i përket edhe banorëve të thjeshtë që jetojnë në to. Gjithashtu duhet ndar faktin nëse këto fshatra janë turistik dhe si në fakt bëhet dallimi i çmimit ndërmjet atyre që kanë prona që i përdorin për efekt turistik dhe vendasve të përhershëm, pra banorëve të përhershëm në këto fshatra. Në një komunikim të drejt për drejt në lidhje me këtë çështje, unë kam Imeldi Sokoli, përshëndetje, planifikues urban, mirë se erdhët në program. Faleminderit për ftesën. Mersi. Atëherë, në fakt fillojmë nga një çmim reference 190.000 lek për metër katror në fshatra si Gjiri i Lalzit, Hamallaj e të tjerë. Dhe më pas vijojnë me çmime pak më të ulta në jug, pra në Dhërmi, në Palas e të tjera si këto. Në fakt, kisha menduar se jugu do të vlerësohej më shtrenjtë. Si e shihni këtë raport? Në fakt, kjo nismë ligjore ka të bëjnë kryesisht mund të themi me procesin e vjeljes së taksës së re nga drejta pronës, pra nga pronësia. Pra, fillesa e kësaj është vendosja e çmimeve referencë dhe më pas vjen edhe procesi tjetër që është nisëm, pra pika fillestare për sa i përket nismës së vjeljes së taksës nga prona, pra taksës pasurisë pa lujshme. Dhe mendoj që për sa i përket pyetjes nëse kemi pra jugun pak më të lirë se sa zonat e tjera siç janë Gjiri i Lalzit apo Hamallaj, unë mendoj që ka të bëjnë me mund të themi me cilësinë e ndërtimeve apo cilësinë e pronës, pa tjetër, dhe mund të themi me kushtet e ndërtimit që kryesisht mund të jenë edhe më të mira se sa në jug, po kjo nuk është diçka finale. Mund të themi që si nisëm është një nisëm që tenton për të formalizuar në një farë mënyrë tregun e pasurisë së paluajtshme dhe të pronave të ndryshme apo tipologjive të ndryshme të pronave në Shqipëri. Risku që shoh që mund të ketë që është riskioze, ne tentojmë për ta formalizuar, por kjo mund të shërbejë si një mundësi për ta informalizuar apo për patur një nivel tjetër informalizimi. Përse? Sepse lidhet me faktin e përballueshmërisë. Këto çmime që janë vënë si çmime referencë mund të jenë edhe çmime dysheme në një farë mënyrë, pavarësisht se mund të quhen mesatare, po pastaj tregu mund të abuzojë sipër këtyre çmimeve. Dhe mund të quhet si çmim, mund të themi dysheme në këtë tregun apo në këto çmimet e reja të tregut të pasurive të palujshme. Dhe pika tjetër që është shumë e rëndësishme për të kuptuar është sa të përballueshme i ka Shqipëria apo blerësi në një farë mënyrë këto prona me këto çmime, dhe unë mendoj që perceptimi im që këto çmime janë shumë të larta, aq më tepër që tashmë kemi edhe mund të themi formalizimin e disa edhe zonave rurale, jo vetëm zonave urbane apo zonave turistike me potencial turistik, dhe patjetër që është një pikë që mund të çojë në një val të re të ndërtimeve pa leje dhe ndërtimeve të informalizuara, duke vërejtur që edhe ne kemi një kontroll, mund të themi, të dobët të territorit apo monitorim të dobët apo menaxhim të dobët të territorit nga institucione apo instancat e tjera. Duke ne tentojmë. Le ti hedhim një sy, dakor. Le ti hedhim një sy një herë, të lutem, grafikut që ne kemi përgatitur, është pikërisht kjo tabela e çmimeve për metër katror. Kryeson Gjiri i Lalzit, siç thash, Hamallaj me 190.000 lek për metër katror, Dhërmi, Palas 140.000 lek për metër katror, Vuno 100.000 lek për metër katror, Livadh 81.000 lek për metër katror, Ksamil 100.000 lek për metër katror, Radhim
Noricum 90.000 lek për metër katror, Velipoj 75.000 lek për metër katror dhe Tale Lezhës 70.000 lek për metër katror. Si shduket këto çmime aplikohen për herë të parë, pse u vendos pikërisht tani? Arsyeja është që në fakt kjo është paralajmëruar më përpara nga për të hyrë ose për të formalizuar ose për të krijuar një revolucion në vjedhjen e taksës pasurive të paluajtshme. Që në fakt është proces që ka filluar shumë më herët, që është një proces, mund të themi që revolucionizon në një farë mënyrë edhe mbledhjen e taksës dhe pika kryesore është dhënia e çmimeve, mund të themi mesatare, dhe më pas është për llogaritja që bëhet në bazë të formulës, por këtu në këto çmime duhet të themi edhe diçka që vetë edhe këshillat bashkiake kanë të drejtë të rrisin apo të ulin maksimalisht deri në 30%, ose të arrisin ose ta ulin, pra deri në këtë margj mund të ndikojnë pra pushteti vendor në uljen apo rritjen e çmimeve referencë. E kuptoj, atëre, Imelt, si do të ndikoj kjo në banorët vendas, ata të cilët jetojnë aty por nuk kanë prona luksoze, apo nuk e kanë pronën për qëllime turistike, por janë banor vendas përhershëm? Do të thonë, perceptimi edhe i zhvilluesit edhe atyre që kanë mundësi të blejnë shtëpi të tilla, po flas enkas për zonat turistike, këto shtëpi quhen normalisht shtëpi pushimi, pra përdoren si shtëpi të dyta dhe përballueshmëria e blerjes së kësaj është përsëri më ulët sepse ne perceptohet sikur nuk mund të shpenzojmë gjithë kursimet e jetës për të blerë një shtëpi plazhi. Pra, shtëpia plazhit është një shtëpi e dytë, mund të themi, por që ne nuk riskojmë në jetën tona të përditshme që të shpenzojmë gjithë kursimet tona në blerjen e shtëpisë dytë. Pra, është mendoj një lloj edhe për shtëpitë, mund të themi turistike apo shtëpitë e plazhit, edhe për banorët aty që aftësinë e përballueshmërisë të çmimit e kanë shumë herë më të ulët edhe se mund të themi banorët mund të themi e rajonit qendror siç është Tirana apo qytetet tjera që mund ta kenë më të lartë aftësinë e përballueshmërisë së shtëpive për blerjen e shtëpive, për blerjen e pronave në këtë rast. Po, mirë. Pra, risku kryesor, ne e thash edhe në fillim, është që duke tentu të formalizojmë në një farë mënyrë tregun e shitblerjes së pronave, mund të riskojmë që ta informalizojmë në fakt. Mirë, Imel, do t'jemi sërish në komunikim së bashku, ndërkohë më është bashkuar në studio Enjo Civici, ekspert ekonomie. Mirë se erdhe, Enjo. Shumë faleminderit për ftesë. Kënaqësi, le t'i hedhim një sy së bashku çmimeve për metër katror. Si të duken? Besoj ke pasur mundësinë që edhe ti shohësh më herët. Po, çmimet ndryshe nga sa ishin deri sot, tentojnë që të tregojnë një afërsi me realitetin. Por ashtu si në çdo vend botës, edhe në rastin tonë, edhe me ndryshimet e reja, përsëri ndodh që çmimet mund të jenë edhe më të larta. Po gjithsesi referenca është shumë më pranë vërtetës se sa ishte përpara. Tani pse u bë? Shteti, cili do shtet, ka shumë të rëndësishme menaxhimin e gjithë territorit vet. Dhe në kapitalizëm menaxhimi i territorit ndodh nga prona private, ose edhe shtetërore, por kryesisht nga koncepti i pronës. Ne deri më sot vazhdojmë edhe i mshojmë kontrollit dhe menaxhimit në zonën urbane. Ndërkohë që zona rurale, ku futet dhe zona bregdetare, ishte totalisht me çmimet e para 30 viteve, ose referencat e para 30 viteve, se në fakt çmimet janë komplet të tjera. Kështu që një shtet ka dy qëllime kryesore në rastin konkret për të marrë me këto prona. E para fare është që t'i afrohet sa më shumë realitetit në cilën ndodhet tregu, pra në sistem kapitalist është tregu që dikton çmimin edhe mënyrën se si ti do arrish këaj çmim. Dhe shteti e ndjek, dhe në këtë rast e ka ndjekur. Dhe ana tjetër që është dhe pasojë dhe uroj jo qëllim, është rritja e të ardhurave të pushtetit vendor. Pra sepse këtë taksë merr pushteti vendor. Dhe ne dim që edhe pse i reduktuam bashkit nga mbi 400 njësi tashmë jemi 61, përsëri më shumë se gjysma e bashkive janë të paafta për të qenë autonome financiarisht. Dhe një nga arsyet jo e vetme është dhe kjo. Pra, paftësia e tyre për të mbledhur të ardhura, sepse çmimi edhe sikur ata të jenë 100% formal, pra të zyrtarizuar,
përsëri me çmet referencës që ishin përpara, të ardhurët ishin jashtëzakonisht shumë të ulta. Ndërkohë që ngriheshin rezorte që po të paguanin me vërtet, të vërtetën asaj që duhet paguanin, bashkitë do të ishin shumë të qeta. Dhe ne gjendemi sot, dhe kjo është thënë nga Ministri i Pushtetit Vendor, është nga Kryeministri, është nga Qeveria Shqiptare ndër vite, aftësia për qenë financiarisht autonome e një bashkie në Shqipëri, përveç Tiranës, apo 2-3 bashkive të tjera të mëdha, nuk ka asnjë. Pra 5 apo 6 nga 61. Kështu që ky ndryshim i bën mirë sepse na afron realitetet e transparencës me tregun, po në anën tjetër ndihmon edhe pushtetit vendor në një ndihmë shumë natyrale, pra nuk ka asnjë sforcim për të arritur këtu sepse realitetin po pasqyroj, një ndihmë për të rritur të ardhurën. Tani takon pushtetit vendor nga ky moment, thjesht për këtë temë, pastaj vazhdojmë të tjera, që ta mbledhë këtë taksë. Pra, nga një anë e mbledh shteti dhe ja shpërndan me anë transfer të pakushtuzuar bashkive, po nga anë tjetër dhe bashkitë kanë për detyrë që të identifikojnë dhe të me vërtet ta mbledhin këtë taksë. Kështu që nga të ardhurat që vinë nga këtu, nuk ka më asnjë legjitimitet ndonjë kryetar bashkie që të thotë në zona rurale, bregdetare, që të thotë nuk kemi para. Se nëse mbas kësaj nuk ke para, atëherë është problemi jot. Pra është keq menaxhimi që ke bërë ti këtyre para. E mendoj gjyri në Lazi dhe Hamalla në fakt të parët, të renditur të parët? Po, pse jo? Se për shkak të afërsisë me Tiranën? Për shkak të afërsisë me kryeqytetin, për shkak të afërsisë me aeroportin. Aksesi, pra, më i mirë se sa jugu. Po, është afërsia me botën praktikisht në momentet aktuale, derisa të kemi edhe aeroporte të tjera, po aktualisht kemi një, që operon, dhe si tilla i dikton edhe rëndësinë që ka. Arsyeja tjetër që unë mendoj lidhet me këto çmime të larta të zonës Hamallajt apo të Durrësit, është sepse pjesa më e madhe e shtëpive të dyta, të gjithë, jo vetëm të kryeqytetit të Tiranës, po edhe në zona të tjera të Shqipërisë, shtëpitë e dyta janë në Durrës. Kanë qenë kështu në zonën e Durrësit. Kanë qenë kështu dhe vazhdojnë të jenë kështu. Po këtu nuk kemi, për shembull, mbase nuk kanë dalë disa fshatra si Golemi apo Qerreti, nuk e di. Edhe ato të larta dhe janë, pra më të larta se ç'kanë qenë, janë shumë të pëlqyera. Ne sot që flasim, nëse ka një zonë në cilën dikush tenton të blej një apartament apo një vila apo një si tjetër në Bregdet, ajo është e para zonë që pyet. Pra ti nuk pyet parën ku ka vend për të blerë në Dërmi. Pyet njërë në Durrës, pyet njërë në Golem dhe pastaj zbret poshtë dhe vazhdon. Qartë, pra ti thua prapë kërkesa ofrohet fillimisht në këto vende. Po, në terma masiv, se mund të ketë një njësi në Dërmi që është jashtëzakonisht shumë e shtrenjtë, po në terma masiv, Durrësi dhe zona e Durrësit dominon. Apo trajtohen një lloj investitorët strategjik të turizmit me banorët venda, sepse edhe ky është një shqetësim. Më thonjë zafat keqësisht po. Sepse çmimi i referencës nuk mund të jetë i diktuar ndryshe për dikë dhe ndryshe për dikë tjetër, sepse çmimi i referencës i tokës, nuk është i kujt do ta blej. Tani që banorët vendas do u peshoj një taks banese apo prone më e madhe se ajo që kanë paguar deri tani, kjo është të sigurt. Unë mund t'ju jap eksperiencën e vendeve tjera në këtë rast, se nuk jemi ne të parët që e bëjmë. Ka dy mënyra se si përballohet kjo. E para është një lloj politike mbështetëse. Pra, shteti vendos një pjesë të kësaj takse që duhet i bjeri këtyre banorëve, ta paguaj vetë, apo t'ja uli që në nisje. Që janë ndihmë, domethënë subvencione. Politikë mbështetëse, po. Një lloj subvencion. Dhe kështu e zbut atë efektin që do ketë ke banorët vendas. Një tjetër pasojë e kësaj për banorët vendas është që gjitha ato prona që janë të paaktivizuara sot, dhe këtu flas edhe për tokat të papunuara, po flas edhe për zona të tëra bregdetare në cilat ka ca karakatina të mbetura, apo një pronë që nuk zhvillohet kurrë për 20 vjetësh, e ka dikush që nuk jeton në Shqipëri ndonjëherë. Po pret, nuk e dim çfarë. Ne nuk e kemi, ekonomia jo nuk e ka luksin, edhe pse e drejta pronës thotë që ti mund bësh të duash me pronën tënde, patjetër. Po nëse ka një forcë majeure, si në këtë rast shteti, që të thotë o do të aktivizosh, o do të shesësh. Pra nuk mund ta mbash përjetësisht ashtu, më thonjë, të vdekur atë pronën, sepse e gjithë Bregdeti i Shqipërisë po zhvillohet. Dhe nuk mund të ketë një njoll në të cilën nuk ndodh asgjë, që ndërpret gjithë vijën bregdetare të mirë. Dhe e treta, dhe e fundit është veçvendosja e këtyre banorëve. Ka ndodhur në Italinë e Jugut, kur është bërë para 30 vjetësh ky rivlerësim i fortë, që vinte mbas viteve 90,
në një kohë tjetër dhe një pjesë e atyre banorëve u zhvendosën në qendra urbane. Jo me dojmos nuk shkuan në veri në rast në Italis, në Roma apo Milano, ndojtën në qytetet afër, po shkuan në zonat urbane, nuk ndojtën më në zonat bregdetare, sepse pagesa ishte më e lartë se sa mund ta përballon. Kështu që me këto tre efekte në mendje, besoj që do jenë pasojë që do të shfaqen edhe këtu. Pra do kemi një politikë mbështetëse, do kemi një zhvendosje të një pjesë të popullsisë, dhe mbi gjitha do kemi një aktivizim të pronave të fjetura.